Të nderuar bashkëqytetarë, përveç investimeve me fondet e bashkive dhe të qeverisë qendrore, një rol thelbësor në zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit të Shkodrës ka luajtur edhe bashkëpunimi me partnerët dhe donatorët ndërkombëtar. Përmes një vizioni afatgjatë, administrimit përgjegjshëm dhe transparencës, kemi arritur të rikthejmë besimin dhe vëmendjen e tyre në mbështetjen e projekteve madhore për rajonin tonë. Disa nga investimet më të rëndësishme të realizuara me mbështetjen e huaj përfshin: rehabilitimi i rrjetit ujësjellësit në qytetin e Shkodrës dhe shtrirja e tij në zonën e Dobraqit, financuar nga KFV dhe SEKO. Ndërtimi i implantit biologjik për trajtimin e ujërave të ndotura, i financuar nga KFV dhe SEKO. Rikonstruksioni i rrugës Shirokzogaj deri në Kufi, si dhe ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimeve për atë zonë, financuar nga Bergji. Ndërhyrje në hyrjen e qytetit të Shkodrës dhe rikualifikimi i bregut perëndimor të liçenit, financuar nga Bergji dhe Bashkimi Evropian. Ndërtimi i moleve të liçenit të Shkodrës, edhe kjo e financuar nga Bashkimi Evropian. Muzeu i Navikimit, financuar nga Bergji. Ndërtimi i rrugës Shëngjin-Baks-Rjoll, financim nga Bergji. Projekti Bashki me Energji Inteligjente për ndriçimin publik, financuar nga SEKO. Instalimi i paneleve diellore në disa shkolla publike, siç janë Shkolla Osokuka, Shkolla Dëshmorët e Prishtinës, Dëshmorët e Rrencit, Edit Durham, Nikol Zaganjori, financuar nga KFV-ja. Autostrada Adriatiko-Jonjane, një financim nga Bashkimi Evropian. Modernizimi i hekurudhës Vor-Hanihotit, financim edhe ky nga Bashkimi Evropian. Projekti Porta e Alpeve, e cila është një paketë investimesh e cila shtrihet nga Malësia Madhe deri në Lezhë, i financuar nga Banka Europiane e Investimeve. Këto projekte janë një dëshmi konkrete e besimit që partnerët ndërkombëtar kanë në kapacitetet tona për të realizuar investime transformuese. Bashkëpunimet me institucionet si Bashkimi Evropian, KFV-ja, Gizi, SEKO apo edhe Banka Botërore do të sjellin risitë më të fundit, standardet dhe praktikat më të mira europiane, duke ndikuar drejt për drejt në përmirësimin e jetës së përditshme të qytetarëve tanë dhe përafruar Shqipërinë me Shkodrën dhe BE-n. Procesi i integrimit evropian është gjithnjë më afër. Prandaj puna duhet vijojë me përkushtim dhe nuk ka më kthim pas. Me 11 maj, të votojmë numrin 5 për Shkodrën Europiane, për Shqipërinë Europiane.